Taulan Toma, i cili pak ditë më parë u arratis nga një burg i sigurisë së lartë në Milano, u duhej të vuante dënimin deri në vitin 2041, është shpallur në kërkim në të gjithë Europën. Emri i tij është regjistruar në listën e personave më të kërkuar, ndërsa autoritetet në Itali nuk kanë gjetur asnjë gjurmë nga 41 vjeçari shqiptar. Mediat italiane ndërkohë kanë zbuluar të tjera detaje nga plani që i dha lirin 41 vjeçarit përpara se të ndërmerrte arratisjen. Ai kishte nisur një dietë me qëllim rënje në peshë, jo vetëm për ta mundësuar që të kalonte hekurat, por edhe të realizonte arratisjen përmes çarçafëve që i kishte improvizuar në një litar. Toma po vuante një dënim të gjatë me burg, ndërsa mbetet mister fakti se si ka arritur të shmangej kontrolleve, kamerave dhe sistemeve të amerikanëve, mjete për të prerë hekurat, bishta fshesash të montuara, çarçaf të lidhur si një litar. Kaq që kanë mjaftuar 41 vjeçarit për thyer siguri në një prej burgjeve me nivelin më të lartë. Me durim ai ka prerë hekurat e dritares, prej nga ku ka përdorur çarçafët për zbritur poshtë. Ka shfrytzuar errësirën, por edhe momentin kur oficerët të policisë së burgut po ndërronin turnet. Hapi tjetër që mendohet se ka ndërmarrë dhe i ka mundsuar arratisjen përtej rrethimit ishte përdorimi i bishtave të fshesave të lidhura me shirit ngjitës. Ato transformohen në një lloj shkopi teleskopik me një grep në fund që përdoret për të ngjecur në murin perimetral me harp dhe për të ngjitur mbi të.